Një dashuri e madhe dhe e fortë mes dy artistëve është kthyer tashmë në një nga historitë më të bujshme të showbizit. Po flasim për këngëtaren Violet Kuka dhe ish bashkëshortin e saj, Faik Redkoceri. Çifti duke se po jetonte jetën që kishte ndërruar. Në jetë i kishin ardhur 3 fëmijë, me një shtëpi të bollshme për të jetuar dhe vjerrën që i ndihmonte në rritjen e fëmijëve. Duket se çdo gjë po shkonte për mrekulli, deri në momentin që martesa e tyre u trondit nga themelet. Burri i këngëtares, Faik Redkoceri, ka folur rreth shkatrimit të martesës dhe jetës së tij, dhe se bepi çdo sherri u bë vetëm leku. Faiku tha se kishte 2 shtëpi në emrin e tij dhe Violeta i kërkoi që t'ia redonin në mënyrë moderne. Ai u shpreh se ra dakord për këtë gjë dhe mori një kredi në bank. Ai më pas duhet i paguante bankës 2.000 euro çdo muaj. 2 shtëpitë e rikonstruktuara dolën super luksoze, por me raste çifti nuk kishte mundësi për të paguar bankën rregullisht dhe kjo sipas Faikut solli sherrin në shtëpi. Violeta mori fëmijët dhe u largua nga shtëpia. Unë nga shqetësimi përfundova në spital. Disa kohë më pas, Violeta vjen dhe më thot se do të kthehem përsëri te ty. Ajo më tha se na duhet një shtëpi akoma më e madhe për të jetuar së bashku me fëmijët dhe për këtë arsye unë duhet t'i shisja këto 2 shtëpi dhe t'i jepja asaj lekët për të bler një shtëpi më të madhe ku të jetonim të gjithë së bashku. Dhe kështu bëra, shita 2 shtëpit dhe i dhash lekët Violetës. Pasi mori lekët, ajo më tha: "Ne të dy jemi ndar, me mua nuk ke më punë." U trondita thellë në shpirt, por ish gruaja ime ma punoj pas shpine. Tani, ajo ka infektuar edhe fëmijët që të mos më takojnë më. Ndërkohë, ish vjera e këngëtares tha me lot në sy se unë i kam rritur fëmijët që të vegjël, pasi nusa dhe djali ishin gjatë gjithë kohës në punë. Sot më ka marrë malli t'i shoh sytë fëmijëve të djalit. Unë atyre i uroj veç të mira, por dua t'ju them se më ka marrë shumë malli për t'i takuar. Shpirti im e di se sa më mungojnë 2 librit e mi dhe mbesa ime.